këtë seri të dokumentarëve dhe të intervistave kemi dashur thjesht me prek ndërgjegjen e njerëzve që kanë informacion. Që ata ndoshta në një momentum të caktuar me ron kontakt me këto intervista dhe në momentet të caktuar edhe me ndaj informacione të tilla. Për këtë arsye, dokumentar dhe intervistat transmetohen në 3 gjuhë, në serbisht, shqip dhe në gjuhën angleze, me qëllimin e vetëm që thjesht njerëzve të cilët kanë informacione, më ja u rikujtu edhe një herë që janë të majtë brenda vetës një krem të fshehur. Janë të majtë një informacion i cili edhe nëse është një krem i kryer para 26 vjetë, po vazhdon me shkaktu pasoja fatale tek familjet në baza ditore. Kur po themi pasoja fatale, nënkuptojmë traumat, krizat, emocionet, mungesën e shpresës dhe shumë elemente të tjera. Thjesht kemi dashur me çuar një mesazh të ata që kanë informacione që mos të vdesin pa i ndaj informacionet me autoritetet. Është shumë e rëndësishme koha kur e kemi dizajnuar projektin, ka qenë një kohë shumë e madhe e traumës shoqërore që e kemi pas gjithë, që ka qenë koha e Covidit, kohën kur gjithë mendojshim se kush po vdes për familjarëve tonë dhe kemi dashur me adresu këto 2 elemente. E para, mos me na vdek njerëz të cilët kanë informacione dhe ata bashkë me informacionin me shku në varr dhe me lani traumë gjatë për brezat tonë, dhe e dyta, familjarët dhe njerëzit të cilët i kanë përjetuar këto krime mos me vdek pa e rrëfy ngjarjen e vet. Pjesa më e madhe e viktimave që i kemi intervistuar, kur po flas viktima familjarëve këtu po flas, na kanë thonë që fëmijëve vet nuk ja u kanë rrëfy këto ngjarje. Ende i kanë marrë mshefta për fëmijët e vet dhe nuk i kanë ndarë me ta për shkak se i ruajnë për këtij procesi të ritraumatizimit. Dhe kemi dashur thjesht të paktën aty në mja u mundsu që këto rrëfime me i pas të xhirume dhe me i pas me një arkiv të caktuar për këtë punë. Duhet me pas parasysh që intervistat janë shumica deri në 4 orë. Ne kemi vendosur në dokumentar më pak se 5% të materialit. Pjesa tjetër lidhet me ato që i duhet edhe prokurorisë, edhe studiusve, uniformat e njerëzve që i kanë bërë krimet, dukja e tyre, përshkrimi deri në detaje fizike se çu ndodh ata njerëz, janë të vendosura në intervista dhe ato besoj që kanë qenë pjesë shumë e rëndësishme në muzeun Reporting House ku i kemi vendosur tashmë intervistat e plota në Prishtinë dhe po ashtu planifikojmë që gjitha këto materiale, por më shumë se 200 orë materiale me qenë të digitalizuar, me qenë të përkthyme në 3 gjuhë dhe me qenë të qasshme edhe online. Pra, kush don prej audiencës me hyj me i marrë dhe me i pa aty.